Ndoron jetë ish kryeministri i Kosovës Bujar Bukoshi. Ka ndruar jetë ditën e sotme në moshën 78 vjeç. Ish kryeministri i Kosovës Bujar Bukoshi mësohet se ai ndroi jetë pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë. Bukoshi ka qenë një nga figurat më të njohura të skenës politike dhe shëndetësore të Kosovës. Ai la pas bashkëshorten Dr. Zana Bukoshi, 3 vajza, Tora, Shota dhe Nita, si dhe Nipri Dardan e Taulant. Kujtojmë se Bukoshi ishte ndër themeluesit e institucioneve paralele shqiptare gjatë viteve 90 dhe një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të presidentit historik, Ibrahim Rugova. Ai u emërua kryeministër i qeverisë të Kosovës në ekzil pas shpalljes së Republikës Kosovës në 1991 dhe për afro një dekadë punoi nga Gjermania për të sensibilizuar botën perëndimore për represionin serb në Kosovë. I lindur në vitin 1947 në Suarek. Ai përfundoi studimet e mjekësisë në Universitetin e Beogradit në vitin 1971, ndërsa u specializua në urologji në Prishtinë dhe Beograd në vitin 1977. Më pas, vijoi edukimin në Gjermani me bursa prestigjioze si ajo e DAD dhe Senati të Berlinit. Në vitin 1985 mbrojti doktoraturën në fushën e onkologjisë urologjike në Berlin. Përveç kontributit të tij si mjek dhe profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, ai luajti një rol kyç në themelimin e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit KMLDN dhe të lidhjes demokratike të Kosovës LDK dhe u zgjodh sekretari i përgjithshëm i përndjekur nga regjimi serb për shkak të angazhimit të tij politik. Në vitin 1990 ai u dëbua dukshëm nga klinika e Prishtinës ku punonte si kirurg. Me krimin e qeverisë Kosovës në ekzil, Dr. Bukoshi organizoi rrjetin e donacioneve nga diaspora, 3 përbindshi që mbajtin një jetë, sistemin paralel të arsimit dhe shëndetësisë në Kosovë. Pas luftës së Kosovës, ai mori pjesë në negociata dhe drejtoi Unionin e Fondeve për Rindërtimin e Kosovës, përmes së cilit u rindërtuan shkolla, shtëpi dhe projekte kulturore në vend. Më pas, shërbeu si deputet, ministër i shëndetësisë dhe zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, duke kontribuar në reforma në shëndetësi dhe mirëqenie sociale. Bukoshi do të mbahet mend si një nga figurat më të përkushtuara të kohës së rezistencës paqësore dhe të periudhës së ndërtimit të shtetit të Kosovës. Ai ishte njohur lidhse nëpërmjet mjekësisë, politikës dhe mërgatës shqiptare në Europë. Vdekja e tij la pas një boshllëk të madh në jetën publike të vendit.